A jeni mirë si kalues? Si kalues ta mira. Si kalues? Mirë shumë. Erika, faleminderit shumë. Faleminderit dashur. Merci si gjithmonë për vëllai. Emocioni, se besoj që ulule. Dojna për gjithë. Dojna. Faleminderit nga zemra, faleminderit për gjithë këtë pritje madhështore tani, që është vërteta duhet t'ju ftoj për një dorë trokitje të madhe për bijën e juaj, Vjosa Osmani Sabria. Po ashtu t'ju them se është kënaqësi e madhe jona të jemi në Mitrovic, në një qytet me peshë të jashtëzakonshme për Republikën tonë, në një qytet që ka bortur shumë histori, shumë sfida dhe mbi gjitha shumë krenari. Jemi veçanërisht lumtur që jemi sot në qytetin e Trepçës, qytetin e punës, të industrisë, djersës, qëndresës, të kulturës, muzikës, besa dhe të rrugut, një qytet që për dekada ka qenë zemra kulturore, ekonomike e Republikës Kosovës, një qytet që Kosovës i ka dhënë zhvillim, energji, dije dhe njerëz të jashtëzakonshëm. Prandaj themi me plot bindje se Mitrovica është qytet i karakterit, qytet i njerëzve të fortë, i njerëzve punëtor, i njerëzve krenar. Është qytet që ka ditur gjithmonë që ndrojnë kamp dhe kohë shumë të vështira. Dhe si simboli qëndrueshmërisë së Republikës sonë, Mitrovica meriton vëmendjen më të madhe tonë. Meriton një të ardhme të ndritur përpara që vendos këtë qytet aty ku i takon. Dhe kjo ardhme natyrisht nuk bëhet duke pritur, nuk bëhet as me fjalë të thata e as me propagandë, bëhet me ide konkrete, me projekte madhore, me ambicie të jashtëzakonshme për Republikën e Kosovës, për këtë qytet që me të drejtë mund të themi se është lënë anash për ta shesako. Kjo ambicie vjen nga një program i jashtëzakonshëm politik që Lidhja Demokratike e Kosovës me ekspertët më të mirë që vendi ka ndërtuar dhe vjen me 110 kandidatët tonë të Lidhjes Demokratike dhe me prisjen e listës sonë me Vjosa Osmani Sabria. Në këtë program tonë kemi 5 shtylla kryesore. E para, më rëndësishmja, ballafaqimi me jetën e vështirë, me rritjen e çmimeve, me pagat e ulta. Le ta themi qartë, jeta është bërë më e rëndë, çmimet janë rritur, fundi i muajit është bërë besa më i gjatë, e shumë familje e kanë tepër vështirë ta kapërcejnë një muaj. Dhe një shtet serioz nuk mund të vëzhgojë. Një shtet serioz duhet të intervenojë me njëherë. Prandaj në intervenimin tonë rreth përballueshmërisë së çmimeve kemi 2 politika bazike. E para, ta heqim me njëherë të vëshën në gjitha produktet bazike, pra në bukë, qumsht, vaj, miell e vezë, për secili produkt esencial të shportës konsumatore dhe dyta të zotohemi se për 4 vite të ardhshme çmimet e energjisë elektrike nuk guxojnë të rriten për as edhe një cent të vetëm. Shtylla e dytë e programit tonë ka të bëjë me dinjitetin ekonomik të familjes, me pagat. Pagat janë të ulta, nuk mjaftojnë për të kaluar un muaj. Prandaj duhet i rrisim dhe ato me njëherë, fillimisht nga sektori publik
duke i bërë koeficientin 150 dhe me këtë koeficient, duke bërë për herë të parë në historinë e Kosovës, pagën e mësuesit plot 1.000 euro në muaj. Pagën e policit, të ushtarit, të zjarfiksit e infermierit duke bërë në pagë 900 euro në muaj. Po ashtu, një shtet nuk mund të vëzhgoj kategorinë më të lënanash në këto 26 vite, atë të pensionistëve. Pensionistët nuk mund të trajtohen si lëmosh, nuk mund të trajtohen me lëmosh, prandaj po do t'i dyfishojnë të gjitha pensionet dhe nuk do të ketë pensionen 300 euro në Kosovë. Po ashtu, më lejoni që zotohemi publikisht të para jush se nëpërmjet Ministrisë së Familjes do t'i rregullojmë me ligj shtesat për familje, ato nuk do të zvogëlohen, ato nuk do të largohen, ato do të rriten dhe rregullohen me ligjin e Kuvendit Kosovës dhe përveç kësaj, për çdo të posalindur në Kosovë, çdo fëmijë që vjen në Kosovë, për një vit familja do t'i merr rreth 200 euro në muaj për 12 muaj. Po siç e dini mirë, ekonomia e Kosovës nuk zhvillohet vetëm me ndihmë. Ekonomia e Kosovës zhvillohet me investime kapitale dhe programi ekonomik i LK-s, programi politik i ynë ka investime 5 miliardë dhe padyshim Mitrovica është në qendër. E para, siç themi gjithandaj Kosovës, do t'i përfundojmë brenda 3 viteve gjitha rrugët në Kosovë. Asnjë rrugë, asnjë magjistrale, asnjë autostradë zguzon të mbetet e pa përfunduar brenda 3 vite, por kjo e Mitrovicës për Prishtinë, kjo duhet të përfundojmë me pak se një vit e gjysmë, do t'i jemi unë personalisht në terren, se cilëndë që kjo rrugë përfundojnë një e mirë. Dhe po, për investime, kemi një investim kapital generacional. E kemi thënë shpesh, Kosova do të lidhet me gaz dhe atë gaz amerikan, nga hani e Elezit deri te shkritoria këtu, do të jetë linja vertikale e gazit amerikan në mënyrë që rigjenerojmë ekonominë e Kosovës dhe të Trepçës këtu në Mitrovicën Duje, Mitrovicën Duje. E kur jemi tek gazi amerikan e relacionet me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, më lejoni që të flas për një grua të jashtëzakonshme, një presidente e shkëlqyeshme, 6 të Republikës Kosovës, cilën e kemi për detyrë, për obligim ta mbështesim në këtë zgjedhje për të dhënë Republikës Kosovës vazhdimsinë e merituar, integrimin euroatlantik, veçanti integrimin në NATO, që Kosovës t'i japim siguri, Mitrovicës qetësi, e më pas të fokusohemi në investime, në arsim e shëndetësi. Fjalën e kam për Vjosa Osmani Sabri, cilën e Nder, kur se kanë shit integritet për politikën e Kosovës. Siç na kanë ndihmuar ajneve në çdo fushat që ta marrim besim në orën 20 në sheshin Skënderbeu që ta përmbyllim. Hajde